Mota në Roma. Bajram Koboqi nga diaspora në Bruxelli. Ju falenderoj gjithë shqiptarë sa shumë jeni! Vëzëri Mota, kjo klasë politike 35 vjeçare, me ca kryshte për studet televizive, që mundohen të na poshtojnë, të na shesin, kur nuk do të pranojmë, ne jemi shqiptarët. Ju këtu jeni mrapa, dhe ju që bëni politika kundra shtetit shqiptar, ju jeni tradhtarët. Ta dini, po vjen fundi, po fundi hidhur. Saliu Burg, Edvinin Burg, Rama Burg, Saliu Burg, Rama Burg, Saliu Burg. Vëzëri Mota, të gjithë bashkuar këtë revolucion të dalim në fund. Në qofë se mendonet vini se sot doni aty që thote kja, shive se mua më kanë quar mesaje, jo i e dojnje se të rejnje, unë nuk do t'i mori dhe të pësin, ke për t'i lonë gjitha, se nuk e ke pronin e surrelit tu. Do vendosi shqiptarët, kanë vendosur dhe do të vendosin, Edi Rama në Burg, ta shu shqiptarë nuk u zgjatë se gjithë do të flasin, të bashkuar për ta shkatruar këtë sistem. Faleminderit. Kjo është një protestë e gjallë, sepse ne kemi shumë vite që marrim pjesë në protesta. I drejtojmë në Roma, unë nga Vergata, nga diaspora, Itali, quhem Sinani, nga Dibra. Ne kemi një shembull shumë të mirë nga Dibra, për shembull në kohën e Turqisë, umlodhen në malet e Dibrës, falin gjashët, për të bashkuar gjithë bashkë, për të bëu ballë turkut. Sot i bëj një thirrje të gjithë administratës, prindërve të tyre, të afërmit të tyre, të lejnë vendet e punës, të bashkohen me popullin, të bashkohen me emigratët, se ne jemi e artë e vend, ne jemi e artë të vendi, të gjithë bashkë, Rama Burg për ishën Burg. Edhe një pyetje kisha për Sali Berishën, kur ka ardhur në 90-ën në Peshkopi, kur ka bërë mitingun e parë, kam qenë në rishtën e parë, kam qenë fëmijë. Unë sot kam 34 vjeç që rri në Itali. Na ka shgënjur ka shumë që sipas meje është fajtori kryesor, pastaj është edhe Edi Rama. Duhet të japim dorëgjë të gjithë. Rama Burg për ishën Burg, Shqipëri e madhe. Populli më i bukur në botë! Si kishte thënë ky zotëria këtu mbrapa, në Shqipëri nuk ka protest. Në fakt në Shqipëri ka revolt popullore që do sjellin fundin tënd, edhe të gjithë qeverisë tënde kriminale. Tërhoqi këmbënte një pankartë atje. Zëri shimes themele tundi, Rama sot ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi, sepse ju nuk na përfaqësoni më! Ju nuk i përfaqësoni shqiptarët, ju nuk e përfaqësoni diasporën tonë, ju përfaqësoni vetëm kriminalët, hajdutët, të cilët së bashku me ju na kanë vjedhur, na kanë shkatruar dita ditës. Për stop më! Ju erdhi fundi! Rama jep e dorëheqjen! Ke ardhur në pushtet me premtime se do i bëje shëndetësi falas, ndërkohë sot nuk kemi më mjek, nuk ka ilaçe dhe ato që janë të skatuara. Shqipëri, ti e në naive, ti e zëva ime, çfarë të flas? Jam me zemër të flas, por do flas e do vërtas! Rama vëzër, shqiptar, dhe ju o Mota, heroina, jeni mërësi shate Galiza. Ju të me cyrja Shapiku, nga kërë kriminal, drogadi, e shpirt katili, që të të mbetet e histori, nga kërë ignorant,
dhe nga ky faqezi, nga ky tradhtar dhe i paves, që e qojnë Shqipërinë në treg ta fal apo të shes. O tradhtar i pagopur, o tradhtar i paves, shita vatan, ku do të çosh këto para? Në varë, apo në arkivon, se nuk të zërë arkivoni. Tradhtari këti gobi. Në në familje rrugës. Ne emigrim si shumica prej jush. Dhe jam motra e 4 vëllezërve, të cilët janë jashtë sikur ju. Më bëhet zemra mal kur ju shoh këtu në këtë shesh bashkë me ne, sepse kjo do të thotë që vlera shqiptare ekzistojnë akoma. Ajo për të mbrojtur familjen, dhe Shqipëria është një familje e madhe. Nuk e keni idenë se sa po më rre zemra kur po shoh që sheshi Nën Tereza deri në sheshin Skënderbej nuk ka pëllëm të kësaj toke që s'është e mbushur me shqiptar. Shumë nga parafolësit kanë Shote Galica, Azem Hajdari e shumë trimat e tjerë, por trimat e vërtet jeni ju që u përgjigjët kësaj proteste! Latë punët, latë bizneset, latë fëmijët, latë rutinën tuaj, sepse atë dhe u ju thiri dhe ju dhe u përgjigjët! E pedoreshën, Rama je pedoreshën. Që u bashkuat thirrjes tonë, dhe që sot e tutje bashkë me ju do të ndërtojmë Shqipërinë e re ashtu siç duam ne. Revolucion! Revolucion! Që me urtësitë tuaj keni bërë të mendoj bisha se jeni në gjumë. Shqiptarët nuk flejnë. Në besë dhe në bururi ne japi mundësi të gjithë njerëzve që të tregojnë fytyrën e tyre. Edi Rama ka tregu fytyrën e vetë, ka tregu dhe pa fytyrësinë e vetë, dhe sot është koha që të përballet me të gjitha krimet e tij në 13 vjet qeverisje, të vjedhjes, të korrupsionit dhe të vjet të hajnisë të ndryshme. Korrupsioni, turpi, ka emër, emri i saj është Edi Rama. Që nallën batë, zoti dhe kom Shqipërinë, traja shqiptare e kushtan që rrjedh gjak shqiptari. Ju falenderoj diaspora, unë jam një nga vazhdit tuaj që vi nga Milano e Italisht, pikrisht ty për shtetin ka bursat, deshtit e bajnë mënyrën që unë mos të hypin avion, me 2 biletët e preme. Pranaj, i lutën, sa cilit në kom, ja vetëm më arë për pushime, pa të banë një dobi madhështar, të shdukim një herë e pa gjithmonë, këtë klas politike që vetë të me qitë parë. Zati qafë me ju, zati atë qafë, o ike tuaj. Ju faleminderit, ju ftoj, të vini sa më shumë, sa ti me ka shqiptar.